Afër 50.000 studentëve u shkoi ky mesazh direkt nga kryeministri në detyrë Albin Kurti të ejtën. Ata u njoftuan për procesimin e pagesave prej 100 eurove për këtë kategori për fillimin e vitit akademik. Për këtë veprim vetëm 3 ditë para balotazhit reaguan ashpër partitë ish opozitare që e cilësuan si blerje të votës. Ndërka që ekonomisti Mustaf Kadria i thot se kjo vlerë monetare është në favor të studentëve, por konsideron se motivi është politik. Kur flasëm për studentët, normal që çdo vlerë monetare është në favor dhe sadopak lehtëson jetën e tyre studentore, por du ta kem qartë që pa marrë parasysh që kryeministi deklaroi që gjasën e emën të ndihmës për student, por du ta kem qartë që kryeministri ka bërë një veprim politik për interes të tij, do thotë subjektit të tij. Ndërsa analisti Lavdim Hamiti thot se qeveria në detyrë po e keqpërdor buxhetin. Po padyshim është një keqpërdorim i vazhdueshëm nga ana e pushtetit buxhetit të shtetit. Dhon po shihet qartë që ndarja këtyre mjeteve është bërë për qëllime politike, konkretisht për interesat të partisë që drejton kryeministrin në detyrë, lëvizjes vetvendose, sepse parët e studentëve kanë mujtë më shpërndallë më herët ose mas diellës, mas balotazhit. Mirë, po vetë fakti që është zgjedhur 2-3 ditë më herët, atëherë po shpresojnë se me këto mjete kanë me ndikuar në rezultatin zgjedhor. Por ndryshe vlerësojnë nga pushteti. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati shkroi se si qeveria është për të gjetë përmes ndihmave të tilla. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se studentët çdo herë do të kenë mbështetjen e shtetit. Pjesa e mbetur e aplikuesve që plotësojnë kriteret për përfitim do të shqyrtohen dhe procesohen me grupin e dytë në ditët në vijim.